Një shtetas përfundoi në prangat e policisë në kuadër të operacionit të koduar në Onët 5 pasi rezultonte i shpallur në kërkim. Ai akuzohet si bashkëpunëtor për përshtatjen e 2 ambienteve banesa për kultivim të bimëve narkotike me dhampa në fshatin Barbullush të Bashkisë së Vaut të Dejës. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ndaluan Gjergj Golin, 46 vjeç, i shpallur në kërkim në kuadër të këtij operacioni, pasi gjykata e shkallës së parë ka caktuar masën e sigurisë së arrestit me burg për veprat penale, kultivimi i bimëve narkotike, prodhim dhe shitje narkotikëve dhe vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike të kryera në bashkëpunim. Gjatë operacionit të organizuar nga policia 2 javë më parë në këto 2 ambiente, u sekuestruan 583 bimë narkotike kanabis, rreth 7.5 kg kanabis dhe 307 pajisje elektrike që shërbejnë për kultivimin e bimëve narkotike. Materialet procedurale në ngarkim të këtij shtetasi ju kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.